Data 20 janar. Zanafilla. Kapitulli 21. Zoti vizitoi Sarën, siç i kishte thënë. Dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Dhe Sara u ngjiz dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë e tij, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Dhe Abrahami ja vuri emrin Isak të birit që i kishte lindur dhe që Sara ja kishte sjellë. Pastaj Abrahami e rrethpreu birin e tij Isak, kur ishte 8 ditësh, ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia. Por Abrahami ishte 100 vjeç kur i lindi i biri, Isaku. Dhe Sara tha: Perëndia më ka dhënë çka duhet për të qeshur. Kushdo që do ta dëgjoj ka për të qeshur bashkë me mua. Dhe tha gjithashtu: Kush mund t'i thoshte Abrahami që Sara do të mënte fëmijë, sepse unë i linda një djalë në pleqërinë e tij. Kështu pra fëmia u rrit dhe u zvordh. Dhe ditën që Isaku u zvordh, Abrahami shtroi një gosti të madhe. Tani, Sara pa që djali që i kishte lindur Abrahamit nga Agari, Egjiptasja, sheshte. Atëherë ajo i tha Abrahamit: Përzëre këtë shërbyese dhe birin e saj, sepse i biri i kësaj shërbyesje nuk duhet të jetë trashëgimtar me birin tim, me Isakun. Kjo gjë si pëlqeu as pak Abrahamit për shkak të djalit të tij. Por Perëndia i tha Abrahamit: Mos u hidhuro për shkak të djalit dhe të shërbyeses sate. Dëgjo tërë ato që të thot Sara, sepse nga Isaku do të dalin pasardhës që do të mbajnë emrin tënd. Edhe nga djali i kësaj shërbyeses unë do të bëj një komb, sepse është një pasardhës i yti. Abrahami u ngrit herët në mëngjes, mori bukë dhe një calik ujë dhe ja dha Agarit. Vuri gjithçka mbi shpatullat e saj dhe e nisi bashkë me fëmijën. Kështu ajo u nis dhe filloi të bredh nëpër shkretëtirën e Bershebas. Kur uji i calikut mbaroi, ajo e vuri fëmijën poshtë një kaçubeje dhe shkoi e ul përballë tij në një largësi sa një goditje me hark, sepse thoshte: Nuk dua ta shoh fëmijën të vdes. Kështu ajo u ul përballë tij, ngriti zërin dhe qau. Dhe Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit dhe ëngjëlli i Perëndisë thirrri Agarin nga qielli dhe i tha: Çfarë ke Agar? Mos ki frikë, se Perëndia ka dëgjuar zërin e djaloshit aty ku ndodhet. Çoje djaloshin dhe mbaje fort me dorën tënde, sepse unë do të bëj prej tij një komb të madh. Atëherë Perëndia ja hapi syt dhe ajo pa një pus ujë. Kështu vajti të mbush calikun me ujë dhe i dha të pi djaloshit. Dhe Perëndia she me djaloshin. Ai u rrit, banoi në shkretëtir dhe u bë shenjtar harku. Ai banoi në shkretëtirin e Paranit dhe nëna e tij e martoi me një grua nga Egjipti. Në atë kohë, Abimeleku, së bashku me Pikolin, kreun e ushtrisë së tij, i foli Abrahamit duke i thënë: Perëndia është me ty në tërë ato që bën. Prandaj betohu këtu në emër të Perëndisë që ti s'ke për të gënjur as mua, as bijtë e mi, as nipërit e mi, që ti do të përdorësh ndaj meje dhe vendit ku ke banuar si i huaj, po atë dashamirësi që unë kam treguar ndaj teje. Abrahami u përgjigj: Betohem. Pastaj Abrahami e qortoi Abimelekun për shkak të një pusi ujë që shërbyesit e Abimelekut e kishin shtënë në dorë. Abimeleku tha: Unë nuk e di se kush e ka bërë këtë gjë. Ti vetë nuk ma ke njoftuar dhe unë vetëm sot dëgjova të flitet për këtë ngjarje. Atëherë Abrahami mori dele dhe qe dhe ja dha Abimelekut dhe të dy lidhen aleancë. Pastaj Abrahami vuri me njan 7 qengja femër të kopes, dhe Abimeleku i tha Abrahamit: Ç'kuptim ka ajo që ke vënë 7 qengja me njan? Abrahami u përgjigj: Ti do t'i pranosh nga dora ime këto 7 qengja, me qëllim që kjo të më vlej si dëshmi që unë e kam hapur këtë pus. Prandaj ai e quajti këtë vend Bersheba, sepse aty që të dy ishin betuar. Kështu lidhen aleancë në Bersheba. Pastaj Abimeleku dhe Pikoli, kreu i ushtrisë së tij, u ngritën dhe u kthyen në vendin e filistejve. Pastaj Abrahami mbolli një marin në Bersheba dhe aty thërriti emrin e Zotit, Perëndi i përjetësisë. Dhe Abrahami qëndroi si i huaj shumë kohë në vendin e filistejve. Mateo, kapitulli 20. Mbretëria e qejve i ngjan pra një zot i shtëpie, që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor për vreshtin e vet.
mbasi ra në ujdi me punëtorët për 1 denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet. Pastaj doli rreth orës së 3 dhe pa që të tjerë po rrinin në shesh të papunë. Dhe u tha atyre: "Shkoni edhe ju në vreshtat dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë." Dhe ata shkuan. Doli përsëri rreth orës së 6 dhe orës së 9 dhe bëri po ashtu. Por, kur doli rreth orës së 11, gjeti të tjerë që rrinin kot dhe u tha: "Përsa rrini gjithë ditën këtu kot?" Ata i thanë: "Sepse askush nuk na ka marrë me mëditje." Ai u tha atyre: "Shkoni edhe ju në vresht dhe do të merrni sa është e drejtë." Por kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha kujdestarit të vet: "Thirri punëtorët dhe jepu mëditjen e tyre, duke filluar nga ata të fundit e deri tek të parët." Dhe kur erdhen ata të orës së 11, morën nga 1 denar secili. Por kur erdhen të parët, menduan se do të merrnin më shumë, por edhe ata morën nga 1 denar secili. Duke e marrë, murmurisnin kundër të zotit të shtëpisë, duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm 1 orë dhe ti trajtove njësoj si ne që hoqëm mbarrën dhe vapën e ditës." Por ai duke u përgjigjur i tha njërit prej tyre: "Mik, nuk po të ha hakun. A nuk re në ujdi me mua për 1 denar? Merr atë që të takon ty dhe shko. Por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa ty. A nuk më lejohet të bëj ç'të dua me gjën time? Apo syri yt është i ligë, sepse unë jam i mirë?" Kështu të fundit do të jenë të parët, dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Dhe kur Jezusi po ngjitej në Jeruzalem, i mori me një anë të 12 dishepuj gjatë rrugës dhe u tha atyre: "Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe Biri i Njeriut do t'u dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje. Dhe do ta dorëzojnë në duart e paganëve që ta tallin, dhe ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë. Por ai ditën e tretë do të ringjallet." Atëherë, nëna e bijve të Zebedeut ju afrua bashkë me bijtë e vet, ra përmbys përpara tij dhe i kërkoi diçka. Dhe ai i tha: "Çfarë do?" Ajo u përgjigj: "Thuaj që këta 2 bijtë e mi të ulen njëri në të djathtën tënde dhe tjetri në të majtën tënde në mbretërinë tënde." Por Jezusi duke u përgjigjur tha: "Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund ta pini kupën që unë do të pi dhe të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem?" Ata i thanë: "Po, mundemi." Dhe ai u tha atyre: "Vërtet, kupën time do ta pini dhe me pagëzimin që unë pagëzohem do të pagëzoheni. Por nuk më takon mua ta jap të ulurit në të djathtën time dhe në të majtën time, por është për ata që u është përgatitur nga Ati im." Dhe kur të 10-ët e dëgjuan, u indinjuan kundër të 2 vëllezërve. Por Jezusi i thirri ata pranë vetes dhe u tha: "Ju e dini se të parët e kombëve i sundojnë ato dhe të mëdhejt përdorin pushtetin mbi to. Por kështu nuk do të jetë ndër ju. Por kush të dojë të bëhet i madh ndër ju, le të jetë shërbënjës i juaj. Edhe kush të dojë të jetë i parë ndër ju, le të jetë shërbëtori juaj. Ashtu si Biri i Njeriut nuk erdhi që t'i shërbehet, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërbles për shumë veta." Dhe po dilni nga Jeriko, një turmë e madhe e ndoqi. Dhe ja, 2 të verbër që uleshin gjatë rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezusi, filluan të bërtasin duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, Biri i Davidit." Por turma i qortoi që të heshnin, por ata bërtisnin edhe më fort duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, Biri i Davidit." Dhe Jezusi qëndroi, i thirrri dhe tha: "Çfarë doni që të bëj për ju?" Ata i thanë: "Zot, të na hapen syt." Dhe Jezusi pati edhe mshuri për ta dhe preku sytë e tyre, dhe në atë çast u erdhi drita e syve dhe ata e ndiqnin. Nehemia, kapitulli 10. Ata që vunë vullën e tyre mbi dokumentin ishin: Nehemia, qeveritari, biri i Hakaliahut dhe Sedekia.
Serajahu, Azaria, Jeremia, Pashuhuri, Amarjahu, Malkia, Hatushi, Shebanjahu, Maluku, Harimi, Meremothi, Obadjahu, Danieli, Ginethoni, Baruku, Meshulami, Abjahu, Miamini, Maazjahu, Bilgai, Shemajahu. Këta ishin priftërinj. Levitët: Jeshua, biri i Azanjahut, Binui nga bijtë e Henadadit dhe Kadmieli, dhe vëllezërit e tyre Shebanjahu, Hodiahu, Kelita, Pelajahu, Hanani, Mika, Rehobi, Hashabjahu, Zakuri, Sherebjahu, Shebanjahu, Hodiahu, Bani dhe Beninu, krerët e popullit, Paroshi, Pahath Moabi, Elami, Zatu, Bani, Buni, Azgabi, Bebai, Adoniahu, Bigvai, Adini, Ateri, Ezekia, Azuri, Hodiahu, Hashumi, Becai, Harifi, Anatothi, Nebai, Magpiashi, Meshulami, Heziri, Meshesabeli, Tsadoku, Jadua, Pelatjahu, Hanani, Anajahu, Hoshea, Hananjahu, Hashubi, Haloheshi, Pilha, Shobeku, Rehumi, Hashabnahu, Masejahu, Ahijahu, Hanani, Anani, Maluku, Harimi dhe Banahu. Pjesa tjetër e popullit, priftërinjt, levitët, dertarët, këngëtarët, nethinejt dhe tërë ata që ishin ndarë nga popujt e vendeve të huaja për të ndjekur ligjin e Perëndisë, bashkëshortet e tyre, bijtë e tyre dhe bijat e tyre, do me thënë tërë ata që kishin njohuri dhe zgjuarsi, u bashkuan me vëllezërit e tyre, me më të shquarit dhe u zotuan me mallkim dhe betim se do të ecnin në rrugën e caktuar nga ligji i Perëndisë që ishte dhënë me anë të Mojsiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe të respektonin e të zbatonin të gjitha urdhërimet e Zotit, Zotit ton, dekretet e tij dhe statutet e tij, të mos u japin bijat tona popujve të vendit dhe të mos marrin bijat e tyre për bijtë tan, të mos blejmë asgjë ditën e Shabatit ose në një ditë tjetër të shenjtë nga popujt që çojnë për të shitur ditën e Shabatit, çfarëdo lloj mallrash dhe drithërash, ta lëm tokën të pushoj çdo vit të shtatë dhe të mos vjelim asnjë borxh. U zotuam prerazi të paguajmë çdo vit 1/3 e një sikli për shërbimin e shtëpisë së Perëndisë ton, për bukët e paraqitjes, për blatimin e përjetshëm të ushqimit, për holokaustin e përjetshëm të ditëve të Shabatit, të ditëve të hënës së re, të festave të caktuara, për gjërat e shenjtëruara, për ofertat e bëra, për mëkatin, për shlyerjen e fajit të Izraelit dhe për çdo punë të kryer në shtëpinë e Perëndisë ton. Përveç kësaj, hodhëm short midis priftërinjve, levitëve dhe popullit për ofertën e drurve që duhet të çohen në shtëpinë e Perëndisë ton çdo vit në kohë të caktuara sipas shtëpive tona atërore, me qëllim që të digjen në altarin e Zotit Perëndisë ton ashtu siç është shkruar në ligj. U zotuam gjithashtu të çojmë çdo vit në shtëpinë e Zotit prodhimet e para të tokës son dhe frutat e para të çdo peme, dhe të parlindurit e bijve tan dhe të bagtis ton, ashtu siç është shkruar në ligj, dhe me pjelljen e parë të bagtis ton të trashëve të imta për t'u paraqitur në shtëpinë e Perëndisë ton priftërinjve që kryen shërbim në shtëpinë e Perëndisë ton. Përveç kësaj, u zotuam të çojmë priftërinjve në dhomat e shtëpisë së Perëndisë ton prodhimet e para të brumit ton, ofertat tona, frutat e çdo peme, mushtin dhe vajin dhe levitëve të 10 e tokës son. Vetë levitët do të marrin të 10 pjesë në të gjitha qytetet ku ne punojmë. Një prift, pasardhës i Aronit, do të jetë me levitët kur ata do të marrin të 10 dhe levitët do ta çojnë të 10 e së 10 në shtëpinë e Perëndisë ton në dhomat e thesarit, sepse në këto dhoma, bijtë e Izraelit dhe bijtë e Levit do të sjellin ofertat e grurit
të mushtit dhe të vajt. Këtu janë veglat e shenjtërores, për iftrin që kryen shërbimin dertarët dhe këngëtarët. Ne nuk do ta braktisim shtëpinë e Perëndis tonë. Veprat e apostujve, kapitulli 20. Por mbasi pushoi trazira, Pali duke thirrur dishepujt pranë, i përshëndeti dhe u nis për të udhëtuar në Maqedoni. Dhe si përshkoi ato krahina dhe duke i inkurajuar me shumë fjalë, erdhi në Greqi. Dhe mbasi kaloi atje 3 muaj, duke qenë se judejt kishin kurdisur një komplot kundër tij, kur përgatitej të lundronte për në Siri, vendosi të kthehet nëpër Maqedoni. Dhe deri në Azi e përcollen Sopatri nga Berea, por nga Thesalonikasit, Aristarku dhe Sekundi, dhe Gai nga Derba dhe Timoteo, por nga Azia, Tikiku e Trofimi. Këta ishin nisur para nesh dhe rinin për ne në Troas. Kurse ne u nisim nga Filipi, pas ditëve të të ndormeve dhe për 5 ditë i arritëm në Troas, ku qëndruam 7 ditë. Por ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën, Pali, i cili duhej të nisej të nesërmen, bisedonte me ta dhe e zgjaste fjalën deri në mesnatë. Dhe në sallën e sipërme ku ishin mbledhur kishte shumë llamba. Por një far djaloshi me emrin Eutik, që ishte ulur në parvazin e dritares, e mori një gjumë i rënd, ndërsa Pali e çoi fjalën gjatë, dhe si e zuri gjumi, ra nga kati 3 poshtë dhe e ngritën të vdekur. Por Pali si zbriti, rambi të, e përqafoi dhe tha: "Mos u shqetësoni, se shpirti i tij është në të." Atëherë u ngjit përsëri, theu bukën dhe hëngri, dhe pasi foli gjatë deri në të gdhir u nis. Por e prun djalin të gjallë, dhe u ngushëllua një pak. Kurse ne, që kishim hipur tashmë në anije, lundruam për në Asos, ku donim të merrim Palin, sepse kështu ishte caktuar, mbasi donte vetë të shkonte më këmbë. Kur na arriti në Asos, e morëm dhe arritëm në Mitilin, dhe lundruam prej andej dhe të nesërme na arritëm përballë Hiosit. Një ditë më pas arritëm në Samo dhe qëndruam në Trogjili, arritëm të nesërmen në Milet. Sepse Pali kishte vendosur të anashkalonte Efesin, që të mos humbiste kohë në Azi, sepse nxitonte që të ndodhej po të ishte e mundur në Jeruzalem ditën e rrëshajeve. Por nga Mileti dërgoi në Efes që të thërriste pleqt e kishës, dhe kur ata erdhën tek ai, u tha atyre: "Ju e dini që nga dita e parë që hyra në Azi, se si kam qenë te ju gjithë kohën, duke i shërbyer Zotit me gjithë përulësi e me shumë lote me prova që mu bën nga tinëzit e judejve. Si unë nuk u tërhoqa për të mos ju treguar ato që ishin të dobishme, po ju ashpalla juve dhe ju amësova botërisht dhe në përshtëpi, duke u dëshmuar judejve dhe grekëve pendimin te Perëndia dhe besimin në Zotin ton Jezu Krisht. Dhe ja, tani i lidhur në frym, po shkoj në Jeruzalem, pa ditur se çdo të më ndodh atje, përveç se që fryma e shenjtë dëshmon për mua në çdo qytet, duke thënë se më presin pranga dhe mundime. Por unë nuk dua t'ja di fare dhe as jetën time nuk e çmoj aq, sa ta kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndis. Dhe ja, tani e di se të gjithë ju, në mes të cilëve kalova duke predikuar mbretërinë e Perëndis, nuk do të shihni më fytyrën time. Prandaj sot po ju jap dëshmi se unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndis. Kini kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë tufën në të cilën fryma e shenjtë ju ka vënë juve mbi këshyrës, të kullotni kishën e Perëndis, të cilën ai e ka fituar me gjakun e vet. Sepse unë e di se pas largimit tim do të hyjnë midis jush ujqër grabiqar që nuk do ta kursejnë tufën, edhe vetë midis jush do të ngrihen burra që do të flasin gjëra të çoroditura, që do të tërheqin pas vetes dishepujt. Prandaj rrini zgjuar dhe mbani mend se 3 vjet me radhë, natë e ditë, nuk pushova kurrë së paralajmëruari se cilin me lot. Dhe tani o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje t'ju ndërtoj dhe t'ju jap trashëgim një në mes të gjithë të shenjtëruarve. Unë nuk dëshirova as argjend, as ar, as rrobat e ndonjërit. Dhe ju vetë dini se këto duar kanë shërbyer për nevojat e mia
dhe për ata që ishin bashkë me mua. Dhe në çdo gjë, ju kam treguar se duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të sëmurët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: "Më lumë është të japësh se sa të marrësh." Dhe si kishte thënë këto, u ul mbi gjunjë dhe u lut me ata të gjithë. Atëherë të gjithë shanme të madhe e rroknin palin për qafe dhe e puthnin, të rënduar sidomos për fjalën që kishte thënë se nuk do ta shihnin më fytyrën e tij. Pastaj e përcollën në anije.